e prodhimit? Jo, ne brezi ne jemi munduar, kemi ruajtër. Unë kam hyrë në mënyrë detajuar, jo për të thënë se tani duke sikur flet vetë për veten tënde dhe më vjen zor ju të flas, po e kam ruajtur atë traditën se kam pëlqyer disa anë shumë të mira. Po kam pasur atë natyrën që gjithmonë çdo punë të futem në botën e brendshme të zanatit, jo i sipërfaqësor, se ka shumë. Çfarë keni zbuluar ju në zanat? Po ja, na jo thashun, pra të krasitjen e kam bërë në mendja ime, e pashi nuk më jepte rezultat, ose kam zbuluar atë që kur mbillnin poshtë këteja nuk na jepte se prishej, edhe kalova vreshtin lart, në periferi lartje, se atje ka veri dhe nuk prishet. Unë për këto 2 vjet pati një rrezikshmëri në lagështirat dhe u dëmtua totalisht. Një pjesë e fshatit nuk mund të dilnin fare, unë mora 30 kuntal vjet. Po me 2 spërkatje, një spërkatje ja bëra para zvierdhje me gurkali të graniluar. Se ndryshe ai bluari nuk na jep garancinë se i bëjnë dhe për zgjerrje. Po fshati Zabërzan. E kam vënë kur e bëj me gurkali të graniluar, ka dhënë rezultate mirë. Po fshati Zabërzan nga tradita e rakisë ka marrë emrin apo si? Shiko, dollia Zabërzan që ka marrë nga tradita e fshatit. Edhe pleqtet tregonin se fillimisht fukaralliku atëshëm nuk ka pasur, me 1 filxhan, me 2 filxhan, kalonin gojë më gojë në të njerëzit që uronin në për muhabete. Kur dualën fillimisht gotat, ka qenë një kushërion, plakë i nderuar, njeri i nderuar shumë, sa tani do ta bëjmë dollin shumë, meni gotat gjithë, unë do ta pi për shembull për X njeri, ju do të pini, do më shoqëroni të pini gotën për këtë njeri, edhe kështu shkoi dollia që doli dollia Zabërzance. Po Zabërzani ka qenë jesë për folur se tani gjithkush mundohet të nxjerrë më në pate, po se kam për atë, e ka pas traditje, rushi ka shprodhuar edhe me rushin janë kthyer ekonomikisht, me rakin, me shitjen e rushit. Si të thash, më thoshin pleqt e pari ngarkonin rushin koridhin, se koridhi koridhe e quajmë në këtë këtu, e menin e një frejatje se për ju e kam marrë. Po boll për ta një parë. Ai nuk shtypet, se është i fortë dhe se të shkojë këtej edhe deri në Korçë rushi i but shtypet. Po ju jeni të kënaqur nga ky zanat, le themi që ju sjellë kadër financiar. Po ne me këto jemi kthyer në infitim tani, vlerat kanë ikur, vlerat nuk ka me të flasim ne sa kthehemi të paktën në një ekonomi të padorzuar. Një ekonomi të kënaqshme. Për rakin që ju prodhoni, çfarë keni dëgjuar? Po shtypet më të mira kam patur. Kudo që kam çuar, bile në lokale ku unë kam mbaruar, kur kam marrë nga të tjerë, e kanë refuzuar klientët. Edhe shumë kanë thënë shpëtim me gjej si rakia jote. Po cili është sekreti i rakisë? Sekreti i rakisë është se te interesimi. Në rast se do ta trazojmë këtë kadën, bërsin, çdo ditë. 2 herë në ditët, një herë në mëngjes, një herë më darkë. Po u trazuajo nuk merë thartir dhe rri gjithmonë e pastër bërësia, duke u kaluar se po ta shikosh nesër në mëngjes, këtë ta kthej tani unë, kjo vjen një skuqje mbi te. Po ta lë dhe mbas nesër e vë mykun pastaj. Për sa dhe ne kthejmë po aty varet e grada e fuqia e ëmbëlsirës. Në rast se rushi është tepër i ëmbël, vonon më shumë në ardhje. Në rast se është më pak, mund vi për 12, për 14 ditë. Ndërsa po të ketë ëmbëlsirë, mund shkojë 25 ditë, pa të fermetohet. E ka fuqia e ëmbëlsirës, gjithmonë kohën. Më shpjegoj diçka, pse thonë shumicën e raste raki me sheqer dhe raki pa sheqer? Po rakia me sheqer tani ne nuk e kemi pas tradit kurrë, mbas prishjes sistemit hyn këto duke mësuar shejtanin nga shejtani edhe u bën ashtu ato. Po rakia me sheqer është abuzim, nuk është... Pse hidhet sheqer për të shtuar sasi, apo? Për të shtuar sasi. Mirë, po nuk janë karbohidratet e rushit me atë të panxarit apo të formave që bëhet sheqeri. Po cilat janë efektet negative, le të themi, në raki, në shijen e rakisë? Në shijen e rakisë më parë nuk kishte problem të mëlçia kur pinin raki burrat e parë ishin më të shëndetshëm edhe ashtu. Tani duke pirë ajo e sheqerit bën me cerozë mëlçie me tëra çfarë. Jep efektet e vet ajo. Unë nuk kam pranuar që të vazhdoj. Se në disa fshatra është përdorur, këtu në Zabërzan është ruajtur gjithmonë rakia që duhet.
Po tek pjesa që thonë raki e fort, raki e but. Cili është dallimi? Raki e fort, raki e fort varet se sa unë po ti jem ta maqare dhe kërkoj që ti marrë sa më shumë, ajo do t'i uli gradët, do zbresi na 15, 16, nga 20 që ne e lem, 19, 20 e lem zakonisht neve rakin. Unë për shembull, kur ka vajtur deri në këtë që mban zinxhirin, edhe bën syn të mafja deri në kategori, e shkëpus dhe i vë jenën tjetër. Këtë jenën tjetër do ta lë dhe e mbush shishkën dhe e provoj. Po të digjet do ta lë të vazhdoj derisa të mos digjet. Kur të mos digjet e shkëpusun dhe këtë e rikthej i hedh. Raki e ligë quajmë ne që s'ka forcë. Raki e mirë është kjo që ne marrim me gradë. Kam edhe alkoolmetrin unë aty, kam edhe mushtogradën që e mas. Mushtograda për shembull po dha matë këtu, unë ja t'ja tregoj konkretisht. Kjo është berë për të nxjerrë. Aty është bërësia? Bërësia, po bërësia.